ua prezentojmë audiolibrin e radhës, fragmente nga jeta e sahabeve, shkruar nga Dr. Abdurrahman Rafet El Basha. Me emrin e Allahut, mirëbërësit e mëshiruesit. O Zoti i Madhërisëm, unë i desha sahabët e pejgamberit tënd, Muhamedit a.s. me një dashuri të qeltërt e të sinqert. Andaj më afro pranë cili do prej tyre në ditën e llahtarisë së madhe, në ditën e gjykimit, me që ti, o i gjithëmëshirshëm, e di se ata nuk i desha për asgjë tjetër, përveç për hir të dashurisë së madhe ndaj teje. Abdurrahman Rafet El Basha. Seleme ibn Kajs El Eshgjehi. Omer El Faruku e kaloi tërë natën pa gjumë, duke ruajtur në periferi të Medinës, me qëllim që njerëzit të flejnë, të imbyllin çepallat e tyre, të jenë të sigurt dhe të kënaqur. Gjatë lëvizjes së tij ndërmjet shtëpive dhe tregjeve, ai përkujton burrat e mëdhenj dhe trima nga radhët e shokëve të Resulullahut, që të i dorëzoi bajrakun dhe ta emëroi komandant ushtarak njërin prej tyre, që të shkoj dhe ta çliroj Ahvazin, krahin kjo e cila shtrihet në perëndim të Iranit. Pastaj, paprit mas prohoriti duke thënë: triumfova në këtë çështje, po triumfova në qoftë se dëshiron Allahu. Kur ja dha agu i mëngjesit, ai e ftoi Seleme ibn Kajs El Eshgjehi dhe i tha: vërtet, unë të emëroj ty në kryet e ushtrisë e cila do të drejtohet për në Ahvaz. Atëherë, ec në emër të Allahut dhe luftoje në rrugën e Allahut atë që nuk i beson atij. Kur të ndesheni me armikun e juaj nga politeistët, ftoj ata në Islam, e nëse hyjnë në Islam, atëherë le të zgjedhin qëndrimin në trojet e tyre dhe të mos marrin pjesë me ju në luftë kundër të tjerëve. Ata nuk kanë kurfar obligimi përveç zekatit e as në pasuri. Plaçkët të luftës nuk kanë të drejtë, nuk i u takon asgjë atyre. Ose le të zgjedhin që të luftojnë së bashku me ju. Atëherë, atyre ju takon çdo gjë sikur që ju takon juve, dhe obligimet e tyre janë sikurse tuajat. Nëse ata refuzojnë hyrjen në Islam, atëherë kërko prej tyre gjizjen. I leni ata në punët e tyre dhe mbroni nga armiku i tyre, e as mos i detyroni për atë që nuk kanë mundësi. Por nëse e refuzojnë edhe këtë, atëherë luftoni ata, sepse Zoti vërtet është ndihmëtari juaj kundër tyre. Në qoftë se rezistojnë në ndonjë kështjell, pastaj kërkojnë nga ju që të i nënshtrohen gjykimit të Allahut dhe të dërguarit të tij, mos e pranoni atë prej tyre, sepse ju nuk e dini se ç'është gjykimi i Allahut dhe të dërguarit të tij. Nëse kërkojnë prej jush besën e Allahut dhe të dërguarit të tij, mos u premtoni atë, por u jepni besën tuaj. Nëse fitoni luftën, mos u jepni pas plaçke, mos tradhtoni, mos luani me kokat e të vrarve, e as mos i vritni të miturit. Seleme i u përgjigj: të dëgjoj dhe të respektoj, o prijes i muslimanëve. Atëherë Omeri e përcolli me ngrohtësi, ja shtrëngoi dorën fort dhe kërkoi prej tij që t'ju përmbahet urdhrave që i kishte marrë. Ai e çmonte dhe vlerësonte lart rëndësinë e ekspeditës së madhe, të cilën ja besoi përfaqësuesit të vet dhe fuqinë e ushtrisë së vet. Arsyeja
Për këtë, ishte se Ahvazi ishte vend malor, me rrugë të vështira, i mbrojtur në pikpamje strategjike, me shtrirjen e tij ndërmjet Basrës dhe Tuhlunit të Persisë, ku banonin njerëzit e fuqishëm kurd. Muslimanët nuk kishin zgjedhje tjetër, pos ta çlirojnë Ahvazin apo të dominojnë në të që ta mbrojnë shpinën e tyre nga sulmet e persianëve mbi Basra, që të i pengojnë në synimet për të marrë Basrën, për të mos e bërë bazë ushtarake të tyre, në mënyrë që të mos rrezikohet paqja dhe siguria e Irakut. Seleme ibn Kaisi shkoi në krye të ushtrisë luftëtare në rrugën e Allahut dhe pak nga pak depërtonin në thellësi të tokës së Ahvazit, gjërsa u kacafytën me vrazhdësinë dhe pozitën e ashpër gjeografike të tij. Ushtria e Azurit të vuaj nëpër kodrat e thepisura e të rrëpinta, duke u ngritur mbi to e pastaj edhe duke zbritur nëpër ultësirat të përmbushura me ujëra të mëdha. Ajo duhej të u bënte ballë gjarpërinjve dhe akrepave helmus, qoftë ajo zgjuar apo fjetur. Po shpirti i besimtarit dhe njeriu larg pamës i Seleme ibn Kaisit valonte në krahët e tij mbi ushtrinë e vet, ndërsa vuajtjet zun të u lehtësohen dhe ato terrene të jetë vështira ju dukeshin edhe më të kapërcyeshme. Ko pas kohe, ai u jepte këshilla, të cilat i ngashërenin shpirtërat e tyre. Natët u bënte të lumtura me zërin e ëmbël të tij, duke lexuar Kur'an. Ata fascinoheshin me të dhe bëheshin shëndever. Kredheshin në mendimet në përpjekje për ta kuptuar domethënien e ajeteve kuranore. Ata harronin vuajtjet dhe mundimet që i kishin përjetuar gjatë ditës. Seleme e respektoi urdhrin e halifit të muslimanëve, posa u takua me popullin e Ahvazit. Ai i ftoi ata të pranojnë fenë e Allahut, kurse ata e kundërshtuan dhe nuk e pëlqyen. I ftoi që ta japin gjizjen, por ata edhe këtë e refuzuan me mendje madhësi. Atëherë muslimanëve nuk i mbet tjetër përveç se të i luftojnë. E filluan luftën në rrugën e Allahut, të kënaqur nga ai për të mirat që do t'ju dhurojë. U zhvilluan betejë të ashpra dhe të zjarta, nga të cilat digjeshin edhe fluturonin pjesë të djegura nga trupi, që të dy palët kundërshtare treguan të rimri të rrallë, të cilat nuk janë hasur në beteja të tjera. Pastaj nuk vonoi shumë dhe këto beteja të përgjakshme përfunduan me fitoren e pastër të muslimanëve, që luftuan për ta lartësuar fjalën e Allahut. Në këto beteja, armiku pësoi humbje të mëdha. Kur përfundoi lufta plotësisht, Seleme shpejtoi t'u andaj ushtarëve të vet plaçkën e luftës. Në to gjeti një stoli të çmueshme dhe dëshiroi që t'ia dërgoj emirit të besimtarëve dhe i u drejtua ushtarëve të vet, duke i u thënë: nëse kjo stoli ndahet ndërmjet jush, atëherë për ju kjo nuk do të vlej asgjë. A jeni të kënaqur, po që se ja dërgojmë këtë emirit të besimtarëve, Omerit radiallahu anhu. Ata ju përgjigjen: po. Atëherë ai vendosi stolin në një ark të vogël, thirrë njërin nga fisi El Eshgja dhe i tha: shko deri në Medinë me shërbëtorin tënd, lajmëroje Omerin radiallahu anhu mbi fitoren e shënuar dhe dorëzoja këtë stoli të çmuar. Ekzistonte një storje lidhur me Omerin radiallahu anhu nga El Eshgjejitët, në të cilën mund të marrim mësime dhe këshilla. Në vazhdim, po i citojmë fjalët e këtij njeriu: shkova së bashku me shërbëtorin tim gjerë në Basra
blem 2 deve me atë pasuri që na dha Seleme ibn Kajsi dhe i ngarkuam ato gjëra që ishin të nevojshme për udhëtim. Shkuam duke mbajtur anën e djathtë në drejtim të Medinës dhe kur arritëm atje e kërkova emirin e besimtarëve. Atë e gjeta duke ju ofruar drejk muslimanëve, mbështetur mbi një shkop musibariu. A i sillej rreth sofrave dhe i thoshte shërbëtorit të tij, Jerfe, o Jerfe, sjellju këtyre mish, këtyre sjellju buk, kurse këtyre sjellju gjell. Po sa arrita te ai, më tha, ulo, dhe kur u ula, mbrapa atyre njerëzve, ai më dha ushqim gjersa u ngopa. Pas ngrënjes së ushqimit, Omeri më tha, ngritë sofrën tënde, e pastaj u nis për në shtëpi, kurse unë e ndoqa pas. Kur hyra në shtëpi të tij, prej tij kërkova leje që të hyj edhe unë dhe atë e gjeta ulur mbi një dyshek prej leshi, mbështetur në 2 jastëk të lëkurës, të mbushur me lëvore të hurmës. Ma dha njërin prej tyre dhe ula mbi të. Mbrapa tij pash një perde nga e cila u drejtua dhe thiri. Oj Umu Kulthum, sillna neve drekën tonë. Thash në vete, a thua çfarë do t'jetë ushqimi i emirit të besimtarve, të cilin e ka përgatitur enkas për vete? E shoqja i asolli bukën me lëng vaj ulliri mbi të cilën kishte krip të patritur. Omeri radiallahu anhu ngrëni, kurse unë kur njëherë nuk kam parë njëri të ketë ngrënë më mirë dhe më bukur. Ai më ofroi edhe mua ushqim për të ngrënë dhe hëngra pakës. Pastaj tha, na sillni neve që të pim dhe na sollën një enë në të cilën kishte pije të kulluara nga elbi. Omeri tha, jepni këtij njeriu së pari le të pi. Mora enën dhe piva pak prej saj, kurse lëngu i elbit, të cilën e posedoja ishte më i kënaqshëm dhe më cilësor. Pastaj Omeri e mori enën dhe piu gjersa u ngop dhe tha, Elhamdulillah, lavde i qoftë Allahut, i cili na ka dhënë ushqim dhe na ka bërë të mundur të ngopemi, na ka bërë të mundur të pim ujë dhe ta shuajmë etjen tonë. Më në fund i u drejtova duke i thënë, kam ardhur te ti me një shkresë. Ai pyeti, prej nga? I thash, nga Seleme ibn Kajsi. Omeri tha, i mirë se ardhur e i mirë pritur është Seleme dhe emisari i tij. Më trego për ushtrinë muslimane. Ja ktheva, ashtu siç dëshiron ti, o emiri besimtarve. Ata janë shëndoshë mirë dhe kanë ngadhnyer ndaj armikut të tyre dhe të Allahut. E përgëzova dhe i urova fitoren duke e lajmëruar për ushtrinë në përgjithësi e pastaj e njoftova në hollësi. Omeri brohëriti me zë të lartë, Elhamdulillah, lavde i qoftë Allahut. Ai ka dhënë dhe është i madhruar, ka dhuruar begati dhe ato janë shumëzuar. Pastaj më pyeti se a kam kaluar pranë Basrës. Unë i thash, po, o emir i besimtarëve. Pyeti, si janë muslimanët? I thash, mirë janë nga Zoti. Pyeti, çfarë janë çmimet? I thash, atje janë çmimet më të ulëta. Ai pyeti, çfarë është çmimi i mishit? Se mishi është artikulli kryesor ushqimor i arabëve. Arabët nuk mund të qëndrojnë pa këtë artikull të tyre. Unë i thash, mishi është i mjaftueshëm atje. Ajo kthye ka arka, të cilën e kisha me vete dhe të pyeti, ç'është ajo në duar tuaja? I thash, mbasi që Zoti na ndihmoi kundër armikut ton, i mblodhëm plaçkat e luftës, kurse Seleme pa në to një stoli dhe i tha ushtrisë, vërtet, nëse kjo stoli ndahet ndërmjet jush,
nuk do të arrini asgjë. A jeni të kënaqur nëse ja dërgojmë emirit të besimtarve? Ata i thanë, po. Pastaj ja dorëzova arkën. Mbasi që e hapi arkën dhe pa gurët e çmueshëm, të cilët ishin stoli të kuqe, të verdh dhe të gjelbër, ai kërceu nga vendi i tij dhe vendosi dorën në majë të arkës. E lëshoi atë në tokë dhe u shpërndan djathtas e majtas të gjithat. Gratë e tij menduan se desha ta vras dhe u afruan ka perdja. Pastaj Omeri mu drejtua dhe më tha, mbledhi ata gur. Pastaj i tha shërbëtorit të tij, bjeri dhe sakatoje. Fillova t'i mbledhi ato që ra në tokë, ndërsa Jerfe më binte pa ndërprerë. Mandej Omeri më urdhëroi të ngritem dhe tha, mos qofsh i falëndëruar ti e as shoku yt. Nga ai kërkova që të na lejoj një deve të na bart mua dhe shërbëtorin tim deri në Ahvaz, sepse shërbëtori i tij kishte marrë devën time. E urdhroi Jerfen që të na jap 2 deve nga devet më të mira. Pastaj Omeri më tha, kur ta kryesh detyrën tënde, kur të arrish tek shokët me këto 2 deve dhe e gjen atë që ka më shumë nevojë për to, atëherë jepja atij këto deve. Pohova se do ta bëja këtë o emiri besimtarve. Po, do të bëj këtë o emiri besimtarve në dashur të Zotit. Më në fund mu drejtua me kërcënim. Për Zotin, nëse nuk i ndahet kjo stoli ushtrisë para se të shpërndahet, do të dërmoj. U ktheva te Seleme dhe i thash, nuk më bekoj Zoti për atë që më caktove. Ndaje këtë stoli ndërmjet ushtarëve, para se të urdhërohet ndonjë e keqe ndaj nesh. Pastaj i ja tregova ngjarjen që më ndodhi. Nuk u largua nga ai vend, gjersa e ndau stolin ndërmjet ushtarëve. نامت أعيني يوما نامت والحنين نما